Kampionati kombëtar i futsallit luan në mesjavë ndeshjet e javës së tretë. Pas fitores së thellë 2-9 në transfert me Partizanin, Vllaznia do ta luajë në shtëpi ndeshjen e radhës ku përballë ka ekipin e forcave të armatosura. Sfidë që do të luhet prej orës 19:30 në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Ndeshja kundër Partizanit ishte një kthes shumë e mirë e jona, ishte një autokritik mbas asaj ndeshje kundër Flamurtarit. Skuadra është e plot, stërvitet me stafin kena bë, e kena njek ndeshjet e forcave të armatosura. Kështu në letër duket ekipi lehtë, por na kena marrë, si thonë, jena me kam to. Pavarësisht rezultatet që ka pas forcat e armatosura, normal fitore. I pyetur për objektivat e këtij sezoni duke përcjellë edhe opinionin e kolegëve të skuadrës, portieri Gjergji thotë se me përbërjen cilësore që presidenca ka mundësuar këtë vit, synimi është fitimi i 2 trofeve dhe pjesëmarrja në Ligën e Kampionëve të futsal. Për mua është sezoni i dytë që jam me futsallin. Në radhë parë falenderoj stafin që më ka besu, trofet të dy i pretentojmë, edhe besoj si unë, si tanë ekipi, si stafi, të dy trofet do jenë Shkodër.